por çfarë ndodh dhe çfarë duhet të ndodhë që kjo gjë të mos vijojë më kështu. Pra opozita ka bërë protesta, ka patur reagime, qytetarët janë ata të cilët në mas po flasë kanë një tërheqje apo një skepticizëm. Përse, ndërkohë që edhe Europa ka bërë thirrjet e veta në raport me çështjen Balluku etj. Dhe nga të gjitha ato që tha Ali Mehmeti, unë besoj që janë gjithë vërteta ata, po ajo që mund të shqetëson më shumë personalisht është pikërisht mbledhja e pushtetit në një dorë. I ka marrë gjitha për këtë të jenë të sigurt. Besoj edhe ata që i rrin rrotull, edhe ato që kanë kundërshtarë dinë që nuk ka institucion në Shqipëri që mund të ketë pavarësi se ligjërisht duhet të ketë pavarësi. Kam një dyshim këtë drejtësia, mendimi im, sepse kam pas shumë besim që drejtësia base gaboj, edhe uroj që të gaboj, është e pavarur, sepse arriti aty ku s'kish arrit asnjëherë, arriti që të çojnë para ligjit Eren Velin, kryetar bashkie, ministra, shumë kryetar bashkish, njerëz administratës e tjerë, mirë po, kjo mënyra e konverkimit të fundit të Ramës, me thotë mund tremi qik. Me atë që deri këtu, mjaft më, s'mund boni si do në ju, e tjerë, a thu se kishte një institucion që i vash nga i edhe për të hitë e veshin. Mirë po shohim fare stepje, që s'po ka lëvizje. Ka një lloj pauze, e vërtetë. Ka pauzë. Tash pyetja është kjo që, ore, pauzën e ka, po mund të veprojë më vonë. Nëse veprojmë që 4-5 vjetë, nuk më duhet fare më kjo, se çdo gjë ka kohën e vetë. Domethënë, ky lloj saturimi 4 vjeçar apo 3 nuk shkon. Kështu që nëse vepron shpejt, atëherë qofse unë i gabum, po kam një dyshim shumë të madh që basa është e vërtetë ajo që ka thonë ai. Unë kam kundërshtuar gjithmonë personalisht, sepse ai thonte që drejtësia është krijesa e imi edhe PS-s. Dhe unë duke qenë antar i këtij parlamenti që votuar 140 vet, kam thënë të kundërtën, që është e gjithë politikës shqiptare me mbështetje të fortë nga SBA-ja dhe nga BE-ja. Por kë ka ngul kot që shohim si të shkojnë punët. Me morë edhe këtë, na pio Zeza. Ti the pyetja jote ishte kjo që si ta bëjmë? Shumë e vështirë është. Jashtëzakonisht e vështirë. Njëri që ka mbledh kaq shumë pushtet, edhe për fajt ton, për fajt të opozitës, për fajt PS-s. Kupto? Nëse do t'i kthehet gjithë këtyre njerëzve bumerang, edhe aty në që janë antar PS-s. Sepse në kjo njeriu mund të rri me hongër, nuk ka nevojë njeri sot për qa bukë si ka pas kotën vete, kupto? Po gjithsesi mund të rri edhe i ditë, i vakt me hongër në ditë. Po ma pa liri, jo, kjo është mungesë lirish, këtë merr frymën me gjithë këto gjëra. Domethënë i ka fut duhet aty ku s'duhet. Kështu që kjo kërkon një angazhim jashtëzakonisht të opozitës, por me përkrahjen e qytetarëve. I ky ka hek nervën edhe aty, ne? Se i ka marrë, i ka fut duke disa mijë vetë punë më rrugë. A 200.000, nuk e di, ma shumë. Administrata. Ato ka një network të tillë që gjithë të dërot 200 herkate 800 vota, thotë, kuptoj apo jo? Por s'ka asnjë Grimm's Fair për Shqipërinë, nuk ka asnjë Grimm's Fair, që fundit ore dikur kam thonë ore i morë frymën njerëzve, edhe një nga këto pse më tha mua, ore ti ai më tha si morë frymën, po unë jam budalla që them, i morë frymën kot. Po ti s'pe i lë me votuar, por po lënë më për të votuar njerëzit. Fund le të fitosh me base me diferenca normale, po jo kështu. Deklarata të tilla që do fitojmë 61 bashki. Si duket ty kjo? Ku buron kjo 61 bashki? Si merr ka 61 bashki? Po merr kthehem kodën vetë, ne vazhdojmë ashtu si ka qenë mos ne. Se s'ka një gjë tjetër më. Domethënë një oazë i vogël mes Europës ku ti tenton me u integru. Mos më duket normale. Prapë po i kthehem, s'do t'i bëj, është shumë e vështirë, duhet patjetër Partia Demokratike dhe gjithë opozita të kenë angazhim total me strukturat e veta që nuk e kanë. PD-ja, se në llogarit ka 20-30 vota. PD-ja është e modhja. Duhen angazhim me strukturat e veta si shbon këtë punë, edhe tjetra që unë e kam përmend shpesh,